Dikur ju e dini që na kërcënonin bondat, sot rendi dhe ligji janë në duart e sigurta të policisë e të ushtrisë sonë. Në veriun e Republikës sonë, rendi dhe ligji nuk janë mysafir të rrallë, po janë zot shtëpie. Nuk ka më të ashtu quajtura mbrojtje civile e brigadat të veriut, ka polici të Kosovës. Ata mund të bëjnë, qysh po bëjnë, postime nga kraleva e Serbisë, dhe vërtet është për të ardhur këtë që fqinji ynë verior i mbron, i strehon dhe i financon këta terrorist, ndër të cilët spikat Milan Radojčić, krye kriminali i sulmit terrorist në Banjsk. Sidoqoftë, me apo pa mbrojtjen e Serbisë, ata në Kosovë janë arrestuar e asgjësuar. Në Banjsk, policia e Kosovës sekuestroi nga terroristët 165 armë dhe sistem armësh, si dhe 63.083 municione, ku përfshihen granata, mina, eksploziv dhe predha. Përveç këtyre, në vitet 2021-2026, në verit Kosovës, policia jonë ka kapur 611 armë të tjera dhe 17.765 municione. Pra, po ti mbledhësh këto, del se arsenalet e kapura kanë qenë të mjaftueshme për shumë qindra terrorist që do të kishin armatim dhe municione të bollshme për të bërë trazira e destabilitet në Kosovë. Ne mund të themi, bazuar në këto shifra, se përgjatë qeverisjes sonë të mirë, institucionet e rendit publik në vendin tonë kanë parandaluar një luftë të re të cilën e kanë planifikuar dhe kanë synuar ata që e urrejnë forcimin e Kosovës, ata që haptazi angazhohen me çdo mjet kundër stabilitetit, sigurisë e paqes në Kosovë, kundër qeverisë së Kosovës, kundër votuesit të Kosovës, i cili vazhdimisht po tregon që dëshiron qeverisjen e vetëvendosjes. Në veri të vendit që përbën afër 1/6 e territorit, nuk ka më barrikada e struktura paralele, nuk ka më kapadai zullëmçare, kontrabandist, nuk ka më pika doganore që digjen, por ka kufi që mbrohen e ruhen, ka rend dhe qetësi publike. E pra, sovraniteti shtetëror nuk matet me deklarata televizive në Prishtinë, por me sigurinë e qytetarit në Leposavić, Zubin Potok, Zveçan, Mitrovic. Ne kemi shtrirë sundimin e ligjit, e kemi shtrirë shtetin tonë në gjithë territorin e Republikës, sepse e kemi dashur Republikën më shumë se rehatin tonë. Në veri, ku para vitit 2021 nuk kishte asnjë stacion policor, sot kemi 9 stacione rrotull kufirit që garantojnë sovranitetin e Republikës në çdo cep të territorit. Heroi ynë, Rreshteri Afrim Bunjaku, dha jetën për sovranitet shtetëror, integritet territorial, lavdi Afrim Bunjakut dhe lavdi çdo ushtari dhe polici që e ruan territorin dhe popullin tonë.